Si shembull nuk ka shumë armë pa leje? Po armët ne hapëm në 97, loznim kalamajt me rovole, me kallashe, me janë më ato armë, po janë armë të tjera zoti Shurti. Mos ka një epokë tjetër që ka epokë tjetër patjetër. Ka epokë tjetër, ne kemi kulturën tashmë të fortit. Kultura e të fortit është dominante, nëse ti nuk je një gangster që ke ose shitesh si gangster, që merresh me gjëra të tjera, ti je një qullas që mund të të vënë përfund. Ne shohim edhe këta gringot e rinj që shkojnë në administratë, që shkojnë si çuna të mirë, përfundojnë edhe këta gangstera. Fillojnë mësojnë edhe cigaret shtrenjta, këto makinat shtrenjta që si kanë me lekët e tyre. Ideja është që nëse do të bësh hajër në Shqipëri, do të jesh i fortë. Dhe natyrisht i fortë do të thotë i pistolet. Më e pakta. E dyta do një organizim, do një grup. Dhe kontrolli i territorit shqiptar, e kanë thënë kolegë që merren, janë specializuar, se nuk jam i specializuar në kronikën e zezë, po të paktën ne shohim. Kolegë të tjerë thonë kontrollohet nga grupe të caktuara, feta të territorit Shqipërisë, po dhe të kryeqytetit. Kështu që në këto kushte, çudi është, ka rrezik na kontrollosh dhe ne mund ta kemi në një gjë brez metalike. Si dita? Po, çfarë them, domethënë bazuar mbi emrin e njërit nga vrasit ose të jem të rit përfshirë në këtë konflikt, mendoj që modeli ekonomik, por edhe modeli për i vërtetës politik në këtë shoqëri është ndërtuar mos drejt për drejt të pakën tërthorazi tek element të krimit të organizuar apo të organizatave kriminale. Kjo klimë e ka, do thoja, ka shkatruar logjikën e shëndosh familjare ku jetesa lehtë, mënyra e promovimit në shoqëri, ndoshta edhe krijimi një lloj statusi shoqëror është bazuar mbi konceptin e frikës, plaçkitjes, terrorit që bëjnë, sepse të jenë dy palë rastisura në një lokal, ngatrohen për një kafe dhe të dyja palët të armatosura. Janë ca gjëra që nuk eliminojnë deri tjetër, ka një problem të jashtëzakonshëm këtu. Këtu o nuk funksionojnë fare strukturat e shtetit, ose ta shesish si një konflikt kafeje ku të dyja palët janë të armatosura dhe dyja palët shkojnë tentativë pa kursy jetën e asnjërit grup, kjo do thotë se situata është pak më ndërlikuar se kaq. Të paktën shenjat janë për të më të ndërlikuar. Nuk ka mundësi të jenë edhe pjesa lokale të armatosur edhe njerëzit që vinë aty dhe konfliktit nisi për një kafe dhe janë të gatshëm për të eliminuar njëri tjetrin për një kafe. Nisur, unë realisht nuk merrem me këtë gazetarinë e kronikës edhe në verisë si të merrem me këto personazhe, por nisur nga mbiemri dhe shoh që nuk shkon deri këtu kaq thjesht kjo situatë. Këtu është përtej një filxhani kafe dhe sigurisht strukturat shtetërore duhet t'i japin një zgjidhje këtij lloji konflikti, nuk mund ta lejnë kështu. Të tregojnë se këtu kemi jo vetëm njerëz të armatosur, por edhe strukturat e shtetit nuk funksionojnë fare, po janë dhe ca budallëj që dalin në rrugë dhe janë të gatshëm për të vrarë kudo. Nuk mund të trajtohet kjo çështje kështu. Edhe ne nuk mund ta trajtojmë në tillë psikopatër, sepse të tillë njerëz realisht nuk janë për të dalë. Dhe janë njerëz të cilët janë rritë në klimë kriminale. Janë rritë në klimë kriminale, veprojnë me të njëjtën logjikë kriminale dhe duan ta trajtojnë konflikte shumë më të mëdha, prishje edhe më të mëdha ta trajtojnë si një filxhan kafe. Nuk besoj që njerëz që shkojnë të armatosur dhe janë të dyja palët të armatosur të konfliktohen për një filxhan kafe. Dhe një të mëngjesit. Urdhëro? Dhe në një të mëngjesit. Dhe dytë, ngjarja të paktën është raportuar në orën 2 të mëngjesit, të ndodhi kjo gjë. Është përtej edhe policia, realisht strukturat e policisë janë edhe këto deri diku as pak profesionale dhe fshehin konflikte që shkojnë përtej kësaj. Nuk asnjë element unë nuk jam në specialist, nuk jam marrë realisht kur me këtë gjë, por logjika më thon nuk është kaq e thjeshtë ngjarja. Nuk mund të jetë kaq e thjeshtë, t'i japin zgjidhje realisht strukturat e policisë, sepse operativi i zonës aty nuk ka funksionuar. Ata janë të dy të paktën personazhet që kanë shkuar për të nxitur konfliktin lokal, janë emra të skeduar nga policia.